profesorin e kam njohur pak dhe e kam njohur përgjithsisht nga larg. Për hir të vërtetës dua të kujtoj këtu se marrëdhënia me të është një marrëdhënie tipike e një antipatie reciproke në distancë dhe pastaj një simpatie reciproke në afërsi. Për vite që kurse e kam parë të shfaqet në sytë e mi, profesori përfaqësonte gjithçka që unë nuk simpatizoja. Konservator, marksist-leninist, sovjetik, e të gjitha ato që e shoqëronin figurën e tij kur vinte fjala për sulmet dhe për etiketimet që i bëheshin. Dhe ka qenë një nga mësimet më të çmuara të gjithë këtij rrugtimi tim, përballja me realitetin e njeriut përtej etiketimeve dhe kornizimit të tij në sferën publike. Dhe për surprizën time kam njohur një njeri shumë progresist, një njeri shumë dashamirës ndaj kujtdo që përpiqej të bënte diçka ndryshe, dhe një njeri solidar me mua në momente të vështira, i cili befasisht shfaqej në ekranin e celularit tim në mënyrë të papritur, duke më quar fjalë inkurajuese dhe duke më ndihmuar të shoh se përtej një momenti të vështirë dhe përtej atyre që dukeshin, kishte një kategori njerëzish të cilët e ndiqnin dhe e vlerësonin një situatë caktuar me qetësi dhe me vërtetësi. Kur më shkruajti Beni që profesori kishte ndruar jetë, më erdhi si e papritur për faktin e thjeshtë se nuk e di pse isha mësuar me idenë që profesori ecte çdo ditë, edhe më dukej si diçka e paravendosur që ai do ecte gjithmonë. Dhe në ato pak raste kur e kam takuar, e gjeja gjithmonë në formë dhe gjithmonë të dëshiruar për të folur për ato tema që ai kishte për zemër.